Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojemi sërish me mua, Tirona Lilin, për të ndarë pranë jush letrën e radhës. Letra e radhës është një rrëfim tepër i tmerrshëm, i shkruar nga një grua, e cila ka zbuluar një diçka tek buri i saj të jashtëzakonshme. Do me thënë, jashtë normalitetit, jashtë realitetit. Kur ajo mendon që ka ndërtuar familjen, kur ajo mendon që është duke jetuar shumë e lumtur, kur ajo mendon që është duke jetuar shumë e kënaqur, ndodhin gjëra që në fakt ndryshojnë krejtësisht rrjedhshmërinë e ngjarjes. Sot po të shkruaj këtë letër me duar që më dridhen dhe me zemër të coptuar. Nuk e di nëse do ta lexosh deri në fund, por unë nuk mund të mbaj më këtë dhimbje brenda vetes. Prej ditësh nuk po fle. Nuk po ha, vetëm mendoj për ato mesazhe që pash rastësisht në telefonin tënd. Tani letrën kjo ja adreson burrit saj. Ato fjalë ma shkatruan jetën në pak sekonda, thot gruaja. Gjithmonë kam menduar se një grua e ndjen kur burri i saj largohet nga zemra. E ndjeja që diçka kishte ndryshuar tek ti. Fillove të vije vonë në shtëpi, të mos më shikoje në sy dhe të mbaje telefonin fshehur sikur aty brenda rruhet një sekret shumë i madh. Por unë zgjodha të heshtë. I thosha vetes se ndoshta ishe lodhur nga puna, ndoshta kishe halle, ndoshta unë në të vërtet po mendoja kot. Derisa atë natë kur telefoni yt ndriçoi mbi tavolinë dhe një mesazh u shfaq para syve të mi. Zemra më rau fort. Nuk doja ta hapja sepse e dija që pas atij ekrani fshihej fundi i jetës time. Por unë e hapa. Dhe aty lexova fjalët që më vran mua përsë gjalli. Mos u shqetëso. Do të vi nesër të shoh djalin tim. Djalin? Në ato sekonda mendova se po më merrej fryma. Nuk e kuptoja se çfarë po lexoja. Fillova të dridhem. Duart më ishin ftohur. Syt më ishin mbushur me lot. Vazhdova të lexoj mesazhet dhe çdo fjali ishte si thik në zemrën time. Ti nuk kishe vetëm një lidhje tjetër. Ti kishe një fëmijë tjetër. Një jetë tjetër. Një familje tjetër të fshehur pas shpinës time. E di se çfarë mua më dhëmb më shumë? Jo tradhtia jote, por fakti që unë të besoja verbërisht. Të kam qëndruar pranë në ditët më të vështira. Kam qarë me ty. Kam sakrifikuar ëndrat e mia për të ndërtuar jetën tonë. Kur ti nuk kishe asnjë gjë, unë isha aty. Kur të gjithë të kthyen shpinën, unë të mbrojta. Dhe sot po kuptoj që ndërkohë që unë të prisja në shtëpi me zemër dhe plot dashuri, ti shkoje tek një tjetër grua dhe përqafoje një tjetër fëmijë. Nuk e imagjinon dot se çfarë ndjeva kur e pash foton e atij voglushit në telefonin tënd. Ai nuk ka faj. Ai është ëngjëll i pafajshëm. Por unë u coptova nga brenda sepse në fytyrën e tij pash fytyrën tënde. Pash buzëqeshjen tënde dhe kuptova që ndërkohë unë që ndroja të plake me ty, ti po jetoje dy jetë njëkohësisht. Që nga ajo ditë ndjehem në një siklet para vetes, ndjehem e turpëruar, e mashtruar, e humbur. Dal në rrugë dhe më duket sikur të gjithë e dinë.
Më duket si kur njerëzit më shohin me keqardhje. Nuk kam forcë të flas me askënd. Ri vetëm dhe qaj në heshtje që të mos të dëgjoj askush. Më kujtohet dita kur ti më premtove se nuk do të më lëndoje kur më mbajte në duart edhe më the ti e familja ime. Sa e lehtë qënë ka të gënjesh një zemër që të do sinqerisht. Po mundohem të kuptoj se ku gabova. A nuk ishte mjaftueshëm për ty? A nuk të deshta sa duhet, apo ndoshta disa njerëz nuk din të jenë besnik edhe kur kanë parë një zemër të pastërt. Nuk e di si do të vazhdoj jeta ime pas kësaj, nuk e di nëse do të kem forcën të të shoh në sy, por një gjë e di me siguri. Plagët që më ke lënë nuk do të shërojnë lehtë. Ti nuk më theve vetëm zemrën, ti më shkatrove besimin tek dashuria. Ndoshta një ditë do të pendohesh, ndoshta një ditë do të kujtosh gruan që të priste ne të vezgjuar, që lutej për ty, që të donte me gjithë shpirt, por atëherë mund të jetë shumë vonë. Sot po jetoj me një dhimbje që nuk ja uroj askujt. Çdo natë fle me lotët në sy dhe zgjohem me të njëjtin mangth. Nuk po kërkoj hakmarrje, nuk po kërkoj as shpjegime. Vetëm po mundohem të mbledh copat e zemrës ime dhe të mbijetoj pas së vërtetës që mua në të vërtet ma shëmbi jetën. Nëse ndonjëherë më ke dashur vetëm pak, mos më gënjema. Mos më shikon në sy si kur nuk ka ndodhur asgjë. Sepse unë pash të vërtetën me sytë e mi, dhe ajo e vërtet, mua më vrau për brënda. Nga gruaja që të deshti më shumë se veten. Tani, kjo ishte letra e shkruar, ju do t'jepni mendimin tuaj. Gruaja në fjalë do me thënë gjatë bisedës që bëm ne të dy më tha që nuk dua ta shkatroj familjen, por edhe nuk e përballoj dot këtë mashtrim, sepse janë të martuar, kanë dhe fëmijë të rritur, fëmijët i kanë mbi 20 vjeç, dhe tha vetëm momentin tha kur e mendoj që për shembull çuni do ta kupton se çfarë ka bërë ati, mua tha do të më çahet shpirti dhe di tha që në atë moment do të prishet familja ime. Për mendimin tim, unë do kisha dashur që tashmë gjëja ka ndodhur dhe të bashkoheshin familjarisht dhe ajo vajza që ka hyrë në këtë mes ta kuptonte gabimin. Por do kisha këshilluar edhe burrat e martuar edhe gratë të këtilla, mos bëni këtë gabim, sepse jeta është e shtrenjtë.